Të premten e kësaj jave do mbahet seanca e parë e përbërjes së re të Këshillit Komunal të Gostivarit. Në rendin e ditës janë parapar 4 pika. Propozim rebalansi i dytë i buxhetit të Komunës së Gostivarit për vitin 2025. Propozim konkluzioni për miratimin e raportit të 3 mujorit të tretë për realizimin e buxhetit të Komunës për vitin 2025. Propozim programi zhvillimor i Komunës së Gostivarit për vitin 2025. Propozim vendimi për caktimin e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Gostivarit që të marrin pjesë gjatë lidhjes së kurorave në territorin e komunës. Megjithse përbërja e re e Këshillit Komunal u certifikua në ditën e fundit të muajit të kaluar, pra para 12 ditësh, organi mbetet ende i pakonstituar dhe pa zgjedhur kryesuesin e tij. Nga Komuna e Gostivarit njoftuan se para seancës, e cila është planifikuar për në ora 13, do të mbahet konstituimi i përbërjes së re të Këshillit Komunal. Pas formimit të komisionit verifikues dhe miratimit të vendimit për verifikimin e mandateve të këshilltarëve të rinj, do të jepet edhe nënshkruhet deklarata solemne. Seanca konstituive do të vazhdojë me vendime për formimin e disa komisioneve, përkatësisht Komisionin për Financa dhe Zhvillim Ekonomik Lokal, për planifikim dhe zhvillim të hapësirës dhe mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës dhe për aktivitete publike. Në njoftimin për mbajtjen e seancës thuhet se ajo është thirrur në emër të kryetarit të Këshillit, por pa u përmendur emri i tij. Këshilli i ri Komunës së Gostivarit numëron gjithsej 23 anëtar. Sipas rezultateve të raundit të parë të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 19 tetor, përbërja e re është si vijon. Aleanca Kombëtare për Integrim ka 12 këshilltar, VMRO DPMNE ka 5 këshilltar, Vlen 3 këshilltar, Partia Demokratike e Turqëve 2 këshilltar dhe LSDM 1 këshilltar. Se kush do ta përbëjë shumicën dhe kush do drejtojë Këshillin e Komunës së Gostivarit, pritet të bëhet e qartë pas 3 ditësh në seancën e së premtes.